Sokol Sadushi është kryetari i gjykatës së lartë, njeriu që në fakt nuk duhet të ishte pjesë e sistemit të drejtësisë. Kolegët e tij kanë kaluar vettingun, prokuror, gjyqtar, ndërsa Sokol Sadushi doli nga dritarja dhe hyri nga dera, pa kaluar në vetting, si një dhuratë për drejtësinë e re nga rilindja, por dhe te media. Pikërisht te Merobaze, ky i fundit është një nga instrumentat mediatike të pushtetit, që është miliarder, pronar hotelesh, apartamente dhe të tjera. Është pasuruar thjesht dhe vetëm, duke mos bërë asnjëherë gazetari, por duke sharë Sali Berishën, gjithsesi ka gjetur formën e tij për t'u pasuruar. Ai është shembulli se duke ngrënë ditë e natë mund të bëhesh i pasur. Le të dalë dikush tjetër dhe të na thotë se çfarë ka bërë Merobaze të paktën 10 deri në 15 vitet e fundit nga gazetari, ku ka folur për korrupsionin, për aferat, për skandalet, thjesht dhe vetëm ka bërë avokatin e kryeministrit, hajdutërve të Ilir Beshajt dhe Erion Veliajt. Por çfarë e lidh gjykatën e lartë me Merobazen? Sokol Sadushi është një nga miqtë e ngushtë të Merobazes, cëna disponon materiale konkrete dhe ndërhyrje që Merobaze bënte në media për Sokol Sadushin. Ai kërkonte që të mos shkruhej, mos të sulmohej gjatë kohës që Sadushi po shkonte në gjykatën e lartë dhe skemat po zbardheshin. Sokol Sadushi është një borxhli te Merobaze për mbështetje mediatike që i ka dhënë dhe tashmë është kryetari i gjykatës, ku do të kaloj hapi tentativës për të çuar në shtëpi Erion Veliajin, kryebashkiaku i Tiranës, me një mal akuza, i cili jo vetëm u kap me fakte dhe prova, por ai është në situata dhe rrethana të rënduara për shkak se ka dashur të prish provat. Gjithashtu në përgjime doli se çfarë mund të bënte nga burgu, çfarë mund të shpikte, si mund të sulmonte dhe anatemonte prokurorët dhe gjyqtarët, kolegët e Sokol Sadushit, të cilët kanë kaluar vettingun, ndërsa Sokol Sadushi jo. Gjithsesi, duke lënë pak mënjan Sadushin edhe me shall të kuq partizan, duke lënë mënjan Sadushin dhe me betejën mediatike të Merobazes për ta shpëtuar nga hallet e mëdha në rast se do të përballej me një vetting, të lë mënjan dhe vendimet e gjykatës së lartë që kanë mbajtur në burg Berishën dhe Metën. Tashmë pyetja është e thjeshtë, a do ushtrojë ndikim të paligjshëm Sokol Sadushi për llogari të Merobazes që të lirohet Erion Veliaj dhe nga burgu i Durrësit të shkojë në shtëpi? A do ta goda Sokol Sadushi drejtësinë, kolegët e tij, bashkëpunëtorët e tij, njerëzit që ka punuar dhe luftuar për të vënë drejtësi, gjyqtarët që kanë zbardhur vendime, prokurorët që kanë gjetur fakte dhe prova, dhe tashmë dosja pritet të gjykohet në gjykatën e drejtuar nga Sokol Sadushi, miku i Merobazes, i pushtetit të rilindjes dhe disa të tjerëve, ish ministra, zyrtar apo njerëz me lidhje të forta me Partinë Socialiste, me Fatmir Xhafajin, me Arben Rakipin, që bën mbrojtjen ligjore të Erion Veliajt, pavarësisht se në hije dhe nuk del vetë përballë. Janë këta dhe gjykata e lartë, Sokol Sadushi, që në fakt shpesh herë ka në dorë të hedhë në erë gjithë sistemin e drejtësisë, duke mos vënë drejtësi, por duke ju bindur urdhrave si ushtar politik. A do ushtrojë ndikim të paligjshëm? Kjo është për tu parë dhe për tu provuar. A do të vendoset drejtësi një herë mirë mbi faktet dhe provat? Ushtrimi është përpara, është Erion Veliaj, ashtu siç ishte dje Meta apo Berisha, asgjë më shumë se sa kaq. Por në këtë rast, ndryshe nga armiqt politik të opozitës, kemi një nga njerëzit kryesor të pushtetit që mbështetet nga Merobaze, që mbështetet nga Carlo Bolino, që mbështetet nga Top Channel. Ky i fundit me probleme me vendimet e gjykatës së lartë, Carlo Bolino dhe Merobaze të dalë në përgjimet e SPAK. Tani gjithçka ngelet te Sokol Sadushi, ndikimi i paligjshëm që mund të ushtrojë ky individ, apo edhe vendimet e paligjshme që mund të marrin kolegët e tij.